Kosto ekonomike nga zjarret dhe valet e të nxehtit që kanë goditur Europën ka arritur tashmë në mbi 3 miliardë euro, pothuajse 5 milionë hektar janë shkatruar nga zjarret në 2 muajt e parë të periudhës me rrezik më të lartë, me kostot që arrin në 3.1 miliardë euro vetëm për 5 vendet më të prekura të eurozonës, përfshirë Greqinë, Portugalinë dhe Rumaninë. Kjo shumë i tejkalon vlerësimet e Komisionit Evropian për një ndikim mesatar vjetor për rreth 2.5 miliardë euro në të gjithë Bashkimin Evropian. Kosto ka të bëjë kryesisht me punimet e riabilitimit në mënyrë që zonat e djegura të mund të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme. Megjithatë pritet që kosto financiare përfundimtare të jetë shumë e lartë pasi dëmi në pronë të mbjella, biznese dhe turizëm ende nuk është llogaritur plotësisht. Në Francë, dhoma e tregtisë dhe industrisë e Gironde njoftoi se të paktën 40.000 biznese u prekën drejt për drejt nga zjarret. Nga këto rreth 19.500 kishin pezulluar plotësisht veprimtarinë deri më 30 korrik, ndërsa deri në fund të korrikut midis 120.000 dhe 150.000 punëtorë ishin në punë me kohë të pjesshme të subvencionuar nga shteti. Në Spanjë zjarret arritën në një distancë prej rreth 50 kilometra nga Madridi, duke shkaktuar dëmin në shtëpi, biznese dhe automjete në zonat rurale. Shoqata e fermerëve të vegjël të vendit vlerëson se të paktën 18.500 hektar tokë prodhuese, kryesisht kullota, janë humbur. Ndikimi ekonomik nuk kufizohet vetëm në shkatrimin e menjëhershëm. Kompanitë e sigurimeve, familjet dhe bizneset vazhdojnë të shënojnë humbje, ndërsa ndikimi në turizëm pritet të jetë gjithashtu i konsiderueshëm në një kohë që është kulmi i sezonit të verës. Në rastin e Greqisë, ku frontet e zjarrit mbeten aktive, ndikimi i përgjithshëm ekonomik nuk mund të llogaritet ende. Humbjet ekonomike mund të jenë më shumë se trefishi mesatares vjetore prej 2.1 miliardë euro në prodhimin e brendshëm bruto të humbur, e cila ishte llogaritur për ekonomitë rajonale të Portugalisë, Spanjës, Italisë dhe Greqisë në periudhën 2011-2018. Sipas ekspertëve, nëse zjarret arrin në qytete, kostot do të jenë shumë më të larta.